Përshëndetje gjithëve. Jam Ergjon Gjoni, student ekselencë e master informatik. Kur jam një si ju, era parë që flasë, ndoshta mund t'jene fundit, po do dësh me zërin e dikujt që qëndron aty çdo ditë, po të thonë si qytetari i ndershëm, nuk ka marrë kur fjalën, jo se nuk shpërën dhe mësa kërkuar, dhe s'po desha që prej mendimin tim ndryshe, ndoshta pak më ndryshe se tjerët. Je shumë keq, ku të shohim disa problematika që ne mund t'i rregullojmë shumë lehtësisht. Ka dy variante që diskutojmë momentalisht, dy variante për zhvillimin e protestës. Varianti i parë është protesta siç po vazhdon. Shumë bukur, jam shumë dakord lidhur me protestën. Shumë e bukur, protesta më e bukur ndonjëherë në Shqipëri. Më e bukur padyshim, por synimi e protestës nuk është vetëm tjetë e bukur, por është tjetë e suksesshme. Ka dy pika. Atëherë, më vjen shumë keq që po e them, dhe di që mund bie kundra shumë e tjerëve, po unë si individ që vjen aty në turp çdo ditë, shoh mendime si ata që ishin në ditët e para që mendonin se ky pushtet, ky regjim, që s'do ta shaj se nuk po dalin edhe vite, ta shaj, nuk mjaftojnë kurrë. Ky regjim, ky pushtet, më vjen shumë keq, po nuk i ka vetëm parulla dhe proritje. Vjen shumë keq që po e them. Gjithashtu, a tjetër është ata që propozojnë punë. Ju lutem, nëse unë futem aty kryeministri, dhe supozoj si i vë dhe flakën, ky institucion është vetëm një simbol. Ai përsëri e ka pushtetin. Unë e deklaroj të mbyllu këtë protestë suksesshme, për ata policët që janë aty, mos jenë fytyrë nga ne, po t'jene fytyrë nga ne. Bashkë me ne. Bravo! Në protestë paqësore, mund bëjmë çdo rast të botë, edhe Vučić që dha dorëheqjen, pa 2 mandate nuk mund të kandidojë përsëri për president. Mos bëni pre këtij mendimi që Rama i do vetëm kaq. Vjen shumë keq që bëj gjë shumë mirë. Por do Yes, po mos do ta shmendirin tim, se era parë që flasën pas e fundit. Në Bullgari një vit protesta, qeveria atje kishte vetëm një vit në pushtet, prandaj u rrëzua. Nuk ka ndodhur kurrë në botë që një autokrat të dorëhiqet. Autokrati hiqet, nuk dorëhiqet. Autokrati hiqet, nuk dorëhiqet. Ka pushtet kriminal. Ndoshta i disa për ju nuk e dini, por ta e qitë lidhur me krimin, krimi organizuar, nuk ju dhimë se t'vjen askujt. Kush i ditë e din, në çdo rreth, çdo punë, ka presion qytetarët, ka presion votojnë. Madje, dhe pushteti tyre ekonomik, je mundësi shumë madhe për t'bler votën. Ta e edhe 5.000 euro votën po duajnë, jo vetëm 5.000 euro. Ka pushtet madhe ekonomik nga krimi. Çfarë propozoj unë? Lutem, kjo është hera e parë që flas e fundit. Çfarë propozoj unë? Ju lutem, t'jam zgjedhjen time. Shoh problematika që kemi. Ky institucion tash është vetë simbol, që sot e vlerë është parlamenti. Ju shoh e vlerë ato momente me vlerë ato momente që ky individ të detyrohet të japë dorëheqje. Cili është problemi numër 1 që kemi? Unë nuk kam rrjetë sociale që 6 vjet. Unë nuk njoh asnjë nga ata që japin, jam bashkimi evropian që jemi pro Evropës, nëse na ndihmon faleminderit. Ama nuk u dison pesë vetëm shtetet evropiane. Do ta marrin pesë situatën e dorë. Do të bëjë çfarë vet. Unë nuk mund të lejoj të dorë sfatu. Unë ta lejoj dorë sfatu, që duhet 3 milionë euro për putitësh. Para syve zhduken. Uroj ta ndihmojnë. Pa do ta marrin pesë faleminderit në dorë. Po ose i është i tillë. Pra parë do të kemi një kanal përbashkët komunikimi. Kjo kërkesa do tipit, të dalë teorik që të besoj se s'ka ndërpyrë është araj kontar. Do të din gjithë. Duhet, mund të propozoj ju për vete, që votojme që s'jam programues, t'jam një program, dhe du të registrojme fizikisht se cili, ne e platformë, një nga një, me fytyrë,
nuk na intereson për ta. Kara ke ku duash, ne ta bëjmë foto. Çfarë frikë kemi? Ne ta bëjmë foto sa dua. Sa i intereson foto. Ja jemi të rritur këtu. Ne nuk vjen. Kemi janë klasë. Ne tani si ti. Raman Burg Berisha Burg! Do vërkoja mirë kuptimin e të gjithëve, pasi këtu jemi me mira qytetare dhe të gjithë duan të shprejnë mendimin që të jemi të mirë kuptueshëm. Dikush e do mikrofonin, dikush jo, kështu që ne vazhdojmë me shprejnë mendimin tonë përderisa jemi në shesh dhe kërkesa që na bashkon është dorëheqja e Ramës.